Përshëndetje të gjithëve, selam aleikum, uroj që t'jeni sa më mirë sot, po ju lë një recetë super të thjeshtë, të shpejtë, ekonomike, pra me kosto të ulët. Dhe unë e përgatis shpesh në shtëpinë time sepse pëlqejnë shumë tavë me kofsha pule dhe perime në furrë, patate, karrota, ato kofshat e pulës që janë kështu me gjithë shpatull, unë i kam ndarë, i kam pastruar. Dhe le ta përgatisim sot bashkë, pra një recetë super të thjeshtë, besoj se ka ngelur njëri pa e provuar, po hajt thash po e sjell edhe unë sot. Ja ku jemi, kemi larë, kemi pastruar mishin, patatet, i kemi qëruar dhe i kemi grirë, tani kemi edhe karrota. I grim karrotat. Një hudhër të njohë. Presim me feta, të holla. Hedhim edhe hudrën. Hedhim majdanos të thatë. Hedhim rigon. Do hedhim edhe piper të zi. Hedhim kripën. Hedhim salcë domatesh, një lugë të mbushur shumë, edhe ujë. Përzihem që të trepet. E hedhim. Nëse e doni pak të lëngshme, hidhni qik më shumë ujë. Nëse e doni më të thatë, nuk e doni më shumë ujë, pra hidhni vetëm pak ujë, nuk i hidhni aq shumë. Hedhim një degë rozmarin. I përzejmë mirë të gjitha së bashku. Hedhim edhe pak vaj, edhe e fusim në furrë të parangrohur. E kemi ngrohur sepse po piqnim bukën. Heqim bukën. Vendosim tavën me 220 gradë pjekun, kjo varet nga vapësia e furrës tuaj. Ja ku jemi, pra si që shikoni dhe vetë në fund, dhe kemi pjekur, ka dalë shumë e mirë. Me 220 gradë e fusu në fillim, pastaj e ullë me 200 gradë dhe derisa të piqet, e shikoni vetë, unë e kam lënë afërsisht për 1 orë. E ndajmë pra në pjata, do e shoqërojmë me pak salat, i hedhim edhe pak nga lëngu sipër edhe. Kjo ishte receta për sot, ju bëft mirë nëse e provoni.